Horoskopi ditor 13 shkurt 2026, Dashi, sot hëna po të thotë që është koha të ulesh e të merresh me punët e rëndësishme e të mos i lësh pas dore. Edhe pse e di që ke një lloj trazimi për brenda dhe sikur po tenton të kapësh shumë gjëra njëherësh, lajmi i madh është që Saturni sapo ka hyrë në shenjën tënde dhe do të rrijë aty deri në prill të vitit 2028. E di, kjo fjala kufizime nuk tingëllon bukur, por dëgjo këtu. Është koha të mbledhësh mendjen. Ky udhëtim do të mësoj se sa vlen vërtet dhe çfarë mund të bësh me forcat e tua. Ne shpesh I vëmë vetes qëllime të pamundura dhe pastaj ndihemi keq kur nuk ja dalim. Tani është momenti t'i lësh përrallat dhe të shohësh realitetin në sy. Bëj qëllimet e tua të prekshme, mos fluturo me presh në duar. Mund të duket sikur njerëzit nuk po të ndihmojnë aq shumë sa dikur, por kjo po ndodh që ti të mësosh të mbështetesh te këmbët e tua. Është koha të bëhesh I zoti I vetes dhe të vësh rregull në jetë, në shëndet e në punë. Hiqi zakonet e këqija që të rëndojnë dhe mbaj vetëm ato që të bëjnë punë. Me pak fjalë, bëhu më serioz, më I përgjegjshëm dhe do ta shohësh që fundi do të jetë shumë I mirë për ty. Demi. Sot e ke mendjen të gjëra të reja dhe ke qejf të merresh me hobitë e tua, por bëj kujdes mos e ngarko veten me shumë punë se të duhet pak qetësi. Lajmi I vërtet është ky. Saturni ka hyrë në një zonë shumë të fshehtë të jetës tënde dhe do të rrijë aty deri në prill të vitit 2028. Kjo do të thotë se ka ardhur koha të fshish shtëpinë nga brenda. Paramendoje sikur ke një dhomë ku ke hedhur të gjitha gjërat e vjetra, frikërat, pendimet dhe punët që I ke lënë për gjysmë ndër vite. Tani duhet të hysh në atë dhomë, të shohësh çfarë të bën punë e çfarë duhet hedhur në plehra. Gjatë kësaj kohe do të mendosh shumë për jetën. Për ato që ke arritur dhe për ato ku ke dështuar. Mos u mërzit, sepse ky është një proces pastrimi. Është koha të mbyllësh kapitujt e vjetër që të mos të rëndojnë më. Shiko pak edhe si po fleje si po çlodhesh, sepse trupi dhe shpirti kanë nevojë për pushim që të rilindësh. Mos u nxito, nuk është garë, është kohë për të gjetur paqen me veten. Binjak. Sot je pak në merak me veten, sikur ke dëshirë të hysh thellë në ndjenjat e tua dhe të mos I fshesh. Një pjesë e jote kërkon aventura e të provojë kufit, ndërsa pjesa tjetër kërkon thjeshtësi. Gjeje mesin e artë që të mos e prishësh të rezis. Lajmi I madh për ty është se Saturni po vendos rregull të shoqëria dhe ëndrat e tua deri në prill të vitit 2028. Tani do ta shohësh me sytë e ballit se kush të është mik I vërtet dhe kush jo. Disa miqësi që nuk shkojnë më me rrugën tënde do të shkputen, ndërsa ato që janë të forta do të bëhen si kështjell. Mos u mërzit nëse pastrohet lista e miqve, është më mirë të kesh pak e saktë se sa shumë e kollë. Edhe te planet që ke për jetën, Saturni do të bëjë më me këmbë në tokë. Nuk ka më vend për ëndra me sy hapur që nuk realizohen kurrë. Tani ose do t'i bësh ëndrat realitet me punë, ose do t'i lësh pas krahave. Lajmi I mirë është që ky pozicion I Saturnit të jep stabilitet dhe të bën të ndihesh më I sigurt në hapat që hedh. Është koha të jesh I sinqert me veten dhe me të tjerët. Gaforia. Sot është një ditë e mirë për të kuptuar me njerëzit dhe për të parë se çfarë ke nevojë prej tyre. Por, lajmi që vlen vërtet është se Saturni sapo ka hyrë në zonën e karrierës dhe të ardhmes tënde, ku do të qëndrojë deri në prill të vitit 2028. Tani nuk ka më vend për të parë ëndra me sy hapur sa I përket punës dhe suksesit. Saturni do të bëjë të ulesh e të shohësh me seriozitet, ku jam me jetën time? Çfarë kam arritur deri tani? Është koha për të ndërtuar themele të forta. Nëse deri tani ke punuar fort, mund të marrësh shpërblime dhe njohje nga të tjerët. Nëse e sheh që rruga ku je nuk po të çon askund, do të duhet ta riorganizosh nga fillimi. Gjatë kësaj periudhe, do t'i heqësh syzet roz dhe do ta shohësh realitetin ashtu siç është. Emri yt, reputacioni dhe mënyra si të shohin të tjerët do të bëhen shumë të rëndësishme. Mund të vendosësh të bësh ndryshime të mëdha në punë, në mënyrë që ajo që bën të përputhet me atë që ndjen në zemër.
Me pak fjalë, është koha të bëhesh bosi i vetes dhe të marrësh përgjegjësitë që të takojnë. Luan. Sot yjet po të thonë që duhet t'i shohësh gjërat nga të dyja anët, sidomos kur bëhet fjalë për lekët apo punët që ke në duar. Por, ajo që duhet të dish vërtet është se Saturni sapo ka hyrë në një zonë që do të bëjë shumë më të fortë si njeri deri në prill të vitit 2028. Tani nuk është koha për të rrahur gjoksin kot, por për të parë realitetin në sy. Do ta kesh më të qartë se cilat janë gjërat që kanë vërtet rëndësi dhe do të ndihesh më mirë me veten sepse do t'i njohësh mirë fuqitë tua. Të tjerët do të shohin si një njeri më serioz, më të pjekur dhe dikush tek i cili mund të mbështetesh. Gjatë kësaj kohe mund të mësosh gjëra të reja ose të mbarosh ndonjë shkollë apo trajnim që të shërben për punë. Është koha për t'i bërë gjërat avash, por saktë. Nuk ka më vend për ëndra që nuk të çojnë asgjë kun. Nëse ke ndërmend të nisësh diçka të madhe, si një libër, një projekt studimi apo një rrugëtim të gjatë, Saturni do të ndihmojë që kjo punë të ketë rrënjë të forta. Me pak fjalë, bëhu i zgjuar me kohën tënde dhe investo te vetja. Virgjëresha. Sot hëna po të thotë merre shtruar, bëj diçka që të kënaq zemrën dhe përkëdhele pak veten. Por, përvish i mëngët sepse Saturni sapo ka hyrë në një zonë që do të ndryshojë mënyrën si i sheh lekët dhe marrëdhëniet e ngushta deri në prill të vitit 2028, nga sot e tutje. Ato rrugët e vjetra që përdorje për të mbajtur gjërat nën kontroll nuk do të bëjnë më punë. Mund të ndodhë që të mos kesh më aq mbështetje financiare sa më parë nga të tjerët, ose do të duhet të mësosh si ti menaxhosh më mirë borxhet dhe kursimet. Është koha ideale për të bërë një plan se si t'i lash borxhet e të bëhesh i pavarur. Lajmi shumë i mirë është se Saturni nuk po të bën më atë presionin e madh që kishe deri tani në çift apo në bashkëpunime. Do të ndjehesh sikur të është hequr një peshk nga supet dhe do të kesh më shumë fuqi e gjallëri. Tani fokusi yt do të jetë te besimit e vetja dhe te marrëdhëniet shumë të afërta. Do mësosh se si të jesh i zoti i vetes pa pritur gjithmonë nga të tjerët. Peshorja. Sot hëna po të thotë merre shtruar. Është dita perfekte për të qëndruar pak në shtëpi, për të çlodhur dhe për të lënë mënjan stresin e punës apo ambicjet e mëdha. Ktheu te qetësia jote, te familja ose te ato gjërat e vogla që të bëjnë të ndihesh mirë, por mbaje veten se ka filluar një kapitull i rëndësishëm. Saturni ka hyrë në zonën e lidhjeve dhe partneriteteve të tua dhe do të rrijë aty deri në prill të vitit 2028. Gjatë kësaj kohe do të mësosh shumë për veten përmes të tjerëve. Do t'i shohësh njerëzit e afërt, bashkëshortin, partnerin apo bashkëpunëtorët, ashtu siç janë vërtet, pas bukurime. Ndonjëherë mund të duket sikur të tjerët janë bërë më të rrept me ty ose sikur po të rëndojnë. Por e vërteta është se ti po ndryshon dhe po kërkon gjëra më serioze. Është koha për të zgjidhur problemet që ke fshehur nën tapet. Nëse një lidhje është e fortë, do të bëhet akoma më e pathyeshme. Nëse është e dobët, Saturni do ta nxjerrë në pa që ti të marrësh një vendim. Mund të vijë në jetë edhe një person më i pjekur ose më serioz. Me pak fjalë, është koha për lidhje të vërteta, jo për lojra. Akrep. Sot do të ndihesh sikur ke një mijë punë në përduar, por mund ta kesh pak të vështirë të përqendrohesh te njëra. Megjithatë, dita është e mirë për të kapur ndonjë informacion që të bën punë. Lajmi i rëndësishëm. Saturni sapo ka hyrë në zonën e përditshmërisë dhe shëndetit tënd dhe do të qëndrojë aty deri në prill të 2028. Tani nuk ka më vend për rrëmuj. Saturni do të shtrëngojë pak që t'i vësh punët në vijë. Është koha perfekte për të nisur një dietë, për të shkuar në palestër apo për të rregulluar orarin e gjumit. Nëse deri tani e ke shpërdoruar energjinë duke u marrë me gjëra kot, ose nëse ke bërë shumë për të tjerët dhe ke harruar veten. Ky planet do të thotë, mjaft. Rregullo zyrën, rregullo shtëpinë dhe bëhu më i disiplinuar me kohën tënde. Edhe nëse nuk të vlerësojnë menjëherë për punën e madhe që po bën, mos u mërzit, ky është një investim që do të shpërblehet me kalimin e kohës.
Bëj ndryshimet avash, pa u nxituar, por me mend në kohë. Qëllimi është të krijosh zakone të mira që do t'i kesh për gjithë jetën. Shigjetari. Sot dita është fiks për të qlodhur dhe për të marrë me ato gjërat që të qetësojnë shpirtin. Mos u nxito për asgjë, rri pak me veten dhe mblidhe veten emocionalisht. Lajmi i madh për ty është se Saturni sapo ka hyrë në zonën tënde të qefit, dashurisë dhe krijimtarisë, ku do të qëndrojë deri në prill të vitit 2028. Tani, Saturni është si ai mësuesi i rrept që thotë, më mirë pak e saktë, se sa shumë e përlum. Në dashuri dhe të gjërat që bën për qef, nuk do të mjaftohesh më me gjëra sipërfaqësore. Do kërkosh cilësi, ndoshta nuk do jesh ai njeriu shiko e bëj siç je zakonisht, sepse tani do t'i marrësh gjërat më seriozisht. Por kjo është gjë e mirë. Mund të ndodhë që një hobi që ke pasur gjithmonë, ta kthesh në një punë të vërtetë që të sjellë lekë. Lajmi më i mirë? Saturni tani po të sheh me sy të mirë dhe ai presioni i madh apo pasiguritë që ke ndjer kohët e fundit do të fillojnë të zhduken. Do ndihesh më i stabilizuar dhe përgjegjësitë nuk do të duken më si barë, por si diçka normale. Bricjapi. Sot mund të ndihesh pak si mbi gjemba sepse hëna është në shenjën tënde dhe të bën të kërkosh shumë nga vetja, por bëj kujdes mos e tepër me ushqimin apo me shpenzimet për të hequr stresin. Është ditë e mirë për të kuptuar se çfarë të mungon vërtet. Lajmi që të prek më shumë është se Saturni, planeti yt udhëheqës, ka hyrë në zonën e shtëpisë dhe familjes deri në prill të vitit 2028. Kjo do të thotë se puna jote kryesore tani do të jetë te pragu i shtëpisë. Mund të ndjesh që familja ka më shumë nevojë për ty, ose që ke më shumë detyrime ndaj prindërve apo shtëpisë si godin. Është koha perfekte për të vënë rregull, për të bërë riparime apo edhe për të riorganizuar mënyrën si jeton. Edhe pse Saturni tani po të ngre pak nervat dhe po të sfidon, ai po të ndihmon të ndërtosh diçka shumë të rëndësishme për të ardhmen. Mbase një biznes nga shtëpia ose një projekt që do t'i shohësh frutet pas shumë vitesh. Nëse diçka në jetën tënde private nuk po funksiononte më, tani do të thyet që ti ta ndërtosh nga fillimi, më mirë dhe më fort. Mos u nxiton, bëj gjërat avash dhe me përgjegjësi. Saturni i ka qef lëvizjet e menduara mirë. Ujori. Sot hëna po të thotë të mbyllesh pak në veten tënde, të pushosh dhe të mbledhësh forcat. Edhe pse puna dhe përditshmëria po të thërasin, ti ke nevojë për një detoks nga rutina që të gjesh ekuilibrin mes trupit dhe shpirtit. Lajmi i madh për ty është se Saturni sapo ka hyrë në zonën e komunikimit dhe mendimeve të tua, ku do të qëndrojë deri në prill të vitit 2028. Tani do të bëhesh shumë serioz me ato që thua dhe ato që mëson. Mund të duket sikur po të mbytin letrat, rregullat, zyrat apo ato punët e vogla të përditshme, por kjo po ndodh që ti të mësosh si të jesh më i organizuar. Është koha perfekte për të mësuar diçka të re që të shërben vërtet. Ose për të përmirësuar mënyrën si flet e si shkruan. Lajmi i mirë është që Saturni po të jep stabilitet dhe do të bëjë të fitosh më shumë respekt nga të tjerët për zgjuarsinë tënde. Po ashtu, do të ndjesh që presioni i madh që ke pasur kohët e fundit me lekët dhe biznesin do të fillojë të lehtësohet. Do mësosh t'i peshosh fjalët mirë, nuk do të flasësh më kot me këdo, por do kërkosh biseda me mend dhe njerëz që kanë vlerë. Gjërat sipërfaqësore nuk do të interesojnë më, pasi tani kërkon vetëm të vërtetën dhe gjërat që zgjasin. Peshqit. Sot hëna është e miqtë dhe dëshirat e tua, kështu që është një moment i mirë për të marrë frymë lirshëm, edhe pse mund të ndihesh pak sikur po të tërheqin nga dy anë të ndryshme. Do e kesh pak të vështirë të gjesh ekuilibrin mes qefit dhe punëve të tua, por mos u shqetëso se do i japësh zgjidhje çdo gjëje. Lajmi më i madh për ty është ky: Saturni sapo doli nga shenja jote. Ai presioni i madh që ke ndjer mbi shpinë këto kohë po ikën. Tani Saturni po zhvendoset te pjesë e lekëve dhe e vlerave të tua, ku do të qëndrojë deri në prill të vitit 2028. Tani fillon një fazë shumë praktike. Nuk është koha për të pritur mrekullin nga qielli.
por për të vënë rregull në portofol. Mund të mos bëhesh i pasur brenda natës, por nëse punon me mend, do kesh të ardhurat të qëndrueshme. Saturni do të mësoj si t'i shesësh më mirë talentet e tua dhe si t'i kursesh lekët. Shiko mirë ku po të ikin parat kot, ndonjë abonim që se përdor apo shpenzime pa vlerë, dhe pastro shtëpinë nga gjërat që nuk të duhen më. Është koha të mbledhësh pak rripin, por do e shohësh që ky rregull do të jap shumë siguri në të ardhmen.